Besimtari madhnon atë që Allah e ka madhnuar, e konsideron të rëndësishme atë që Allah e ka konsideruar dhe ka shpallur të tillë. Dhe gjithashtu e trajton të parëndësishme, të pavlefshme atë që kështu Allah e ka shpallur dhe atë që kështu Allah e ka trajtuar. E Allah në mënyrë të veçantë e ka trajtuar Ramazanin. Prandaj a është i veçantë për ty? A është me të vërtetë një muaj që ti tash ki qasje komplet ndryshe, një kujdes i veçantë, jo vetëm në agjerim, po në tërë ditën tënde, natën tënde, sjelljet e tëra që ka të bëjë me ty. Nga se madhnimi i muajit të Ramazanit, respekti i veçantë ndaj muajit Ramazanit, është edhe tregues i devotshmërisë, është edhe tregues i besimit të drejtë në Allahun te bareke ve teala. Nga ajo që e gjejmë gjithashtu të ndërlozur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, si është ai me Ramazanin, krahas madhërimit, si është pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ai është edhe i zellshëm edhe në obligimit e tjera të ditës.